edhe për... A e vëren se këto gjeneratat e reja sikur nuk i intereson në një përgjithësi kolektive. Ndoshta jetojmë në një kohë kur më shumë është e theksuar ajo që quhet subjektivizëm. Unë mendoj vetëm për veten time, nuk më intereson. Nëse e shoh se nuk ka jetë këtu, kjo është dëshmi se jemi materializu. Po. Për ato dhe ka thonë pejgamberi, Teise abdu dinar, o Teise abdu dirham. Do të thonë i mallkuar, i shkatruar, është ai që është robi i e shif ka të shtuar. Po, e shef që çdo tri synimi nuk e ka të shkollimi. Po. Çdo i dyti. Synimin e ka çish me mbritë pasuria. Këtë kanë si një qëllim kështu. Edhe tamam do më thonë e shef atë robrin, se si janë bërë pasurisë. Do më thonë çështjen e dijes, çështjen e kërkimit, shkollimit, e ka në rend dytë. Do shta shkaku i kësaj se e shohim se njerëzit me shkollë, njerëzit me dituri, njerëzit që janë të knushëm se i themin e ngarqiak, që kanë lexuar, që kanë studiuar, nuk vlerësohen. Po. Në vazhdimisht margjen. Dësa njerëzit që janë pa shkollum, pa diploma, nuk din ndoshta librin e fundit që ai ka lexuar është abetaria e klasës, po. Abetari ndoshta se ka lexuar. Ai vendoset në një pozitë të liderit edhe. Jemi në këtë kohë. I cili na shet mend. Po jemi në këtë kohë edhe tash kjo gjenerata e re, domethënë duke jashtu edhe teknologjia, tash materializmi, lukse, domethënë të cilat lukse na hoqë na nuk ju kemi pas më herët. Domethënë më herët kemi pas. Shumë fish jetojnë më mirë se sa më herët. Po shumë. Se sa prindërit tanë për shembull. Po shumë fish jetojnë, por është një realitet tjetër domethënë. Më të pabom rahat jemi. Dyqysh na mungon ajo rahatia shpirtërore. Sikurse dyqysh jemi të kërkuala. Se ndoshta mos po bëmë rahat. Kurse më herët nuk i kemi pas të lukse, po kemi pas disa synime. Domethënë e kemi ditë se shkollimi është dera e suksesit. Kanë sakrifiku njerëzit për shkollin, kanë hecë 45 kilometra në këmbë, unë e di një rastin, për me u shkollu, për me shku në shkollë të mesme. Po, secili i ka të përvojat e veta, domethënë tash, secili mund me shkruajt një libër në atë historinë e tina, se domethënë çish i ka përjetuar ato peripeci, çfarë sakrifica ka përjetuar, kurse sot nuk i kanë. Kjo gjenerata e re nuk e kanë. Ndoshta edhe për shkak këtij luksi të madh nuk pja din vlerën edhe dijes, nuk pja din vlerën edhe shkollimit, edhe kjo është si pasojë e asaj se tash secili e shef jetën botën vetë. Secili e shef jetën sikurse ai në këtë gjithësi jeton veç vetë. Domethënë nuk e kthen kryen as në djathtë as në të majt. Se është materializuar domethënë full opsion. Edhe është fundost, po 103% është materializuar. Po inshallah don Zoti na nuk duhet të ndalemi, çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nëse e shihni edhe diellin duke lind nga perëndimi, edhe në dorën e juaj është një pemë për ta mbjellë një fidan, jo mos e gjuni. Duhet ta mbjell. Me shiku me këtë syrin e materializmit apo me syrin e logjikës bashkëkohore, çfarë dobi kam u shkatru që u shkatru të një, por jo. Muslimani është vazhdimisht proaktiv, vazhdimisht është domethënë aktiv në fushat e hajrit. Na si hoxhallar, po këtë duhet me mbjellë edhe te xhamati. Dhe kjo është ajo që na motivon neve. Unë jam i obliguar me punu. Nuk jam i obliguar me mbjell suksesin. Suksesi është në dorën e Zotit. Domethënë unë kam marrën këtë dunjë me punu. Tash suksesi është në dorën e Zotit. Domethënë në këtë frym na duhet me eduku gjeneratën e re, e cila frym po mungon. Nëse nuk e shef rezultatin me njëherë, thot ka që lodhë. Kjo indiferenca që ekziston tek shumica e njerëzve është shumë e dëmshme, nga se njeriu indiferent nuk është i dobishëm as për veten e tij, as për familjen e tij, as për shoqërinë ku jeton, sepse tek ai sikur dominon një bindje se unë çka do që të bëj, s'ka dobi, nuk ka efekt. A fakti është ajo që ne dini sikur fjalë e shqiptare pika, po mushet pusi. Po, çashtu bash. Nëse shumica që ashtu fillojnë mendojnë në mënyrë aktive dhe nuk janë indiferent,
Ndryshimi ka marrë. Është një fjalë që përdoret te populli jonë. Ajo çka vjen në kuishi pritet e dera. Po. Kurse sot është më e kundërta. Na sikurse s'dojmë me ndisë çka ka ardhur në kuishi. Po. Hajde se s'ka lidhje. Hajde se ai puna e tina është. Bëje zot ëndër. Po, bëje zot ëndër ose as bilas ëndër do me paj. Kjo është realiteti se çështja e indiferencës është një smundje, domethënë që nuk duhet me kuptu bashkësi shumë thjesht.